gjithë i udhim poshtë. Nesër të vishti këtu, këtu edhe të maketë së satë. Dalim pushim gjatë, në 10:30 edhe hankë. Pas publikimit të Elbasani On për ankesat e banorëve lidhur me gjendjen e degraduar të lulishtes pranë Teqes, nxënësit e shkollës 9-vjeçare Jorgji Dilo ndërmorën një iniciativë për pastrimin e saj. Fal bashkëpunimit dhe entuziazmit u arrit pastrimi i plot i lulishtes, një shembull frymëzues i angazhimit qytetar. Megjithatë, vetëm 2 ditë nga pastrimi, lulishtja ka filluar të rikthehet në gjendjen e mëparshme, një situatë për të cilën banorët fajsojnë nxënës të shkollës industriale aty pranë, duke nxjerrë në pamungesë e përgjegjësisë. Mund vinë 50 veta, gjithë i udhim poshtë. Djeva pastru. Sot së shumë, nesër bishuri këtu është lamë. Vinë për di, thamë drejtorit shkollës, se ne me këte këtu është tumë, e rikëtuaj që t'i baja, dhe vem ca koshtë. Thashtë që për merë gjithë, nuk flitet me gotë. Thashtë merë gjithë, ati për blenë bëreget, këtë shajnë ba. Këtë brezërisë. Majnë edhe një kanaqë, janë... Të ndërgjegja gjithë se cilit, që të themi. Fëmijët duhet ta marrin këtë edukat nga familja. Fëmija ecën e kanë në dorë edhe flet për lëshon rrugës. Nëna aty edhe nuk i thot. Kështu që kjo është një gjë që duhet nga shkolla, nga familja, nga të gjithë. Shkollën 18 industriale janë 3 shkolla tjera këtu. Ne e di tamam me keni këtë, s'ke që di bësh. Po, e në të vinë. E në të vinë. Vinë një në të. E kosë s'ka kosë. Venet e kosës janë, në bagatë kosë, edhe si ka marë.